është një përplasje e vazhdueshme që evidentohet sa herë ka procese zgjedhore, është evidentuar edhe në vitin 2023. I gjithë thelbi i kësaj përplasje është Ilir Usmali, i cili është këshilltar ligjor i Presidentit të Republikës dhe njëherë është antar i Komisionit të Ankesave dhe Sanksioneve në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Kush është fabula e gjithë këtij diskutimi? Ilir Usmali shqyrton kërkesat që dërgon PD-ja për ankimin e zgjedhjeve. Ndërkohë është një institucion kushtetues, siç është institucioni i presidentit. Zoti Gazmend Bardhi para 2 ditësh i bëri një letër presidentit të Republikës që e akuzoi institucionin e presidentit për ndërhyrje në zgjedhje përmes Ilir Usmalit dhe i bënte thirrje zotit Bajram Begaj, presidentit të Republikës, për të marrë masa që institucioni i tij të mos keq shpërdoret nga zoti Usmali, i cili dikur ka qenë krahu i Partisë Demokratike, ka qenë ministër i vlerësuar, ndër figurat qendrore të partisë përpara se PD të humbte në vitin 2013. Zoti Berisha ka ngritur tonet, madje duke i kërkuar një ditë më parë shkarkimin nga detyra e këshilltarit të presidentit për zotin Ilir Usmali, i cili kryen funksionin edhe si antar i KAS. Pra, me një fjalë, edhe deri diku është pak e çuditshme roli që ka zoti Usmali tek të dy palët. Le ta marrim një gjë çfarë mund të ndodhë në të ardhmen. Pra, presidenti i Republikës ka rol aktiv në zgjedhje. Pra, nuk është thjesht një figurë përtej që përfaqëson unitetin e popullit. Presidenti i Republikës shpall datën e zgjedhjeve, dekreton Këshillin e Ministrave dhe Kryeministrin e vendit. Le ta marrim hipotetikisht që presidenti shpall datën e re të zgjedhjeve, pas këshillimit me grupin e tij të juristëve, që është zoti Usmali. Partia opozitare mund të ankimojë ose mund të bëjë një ankesë në KAS për këtë proces zgjedhor. Këtë ankesë do ta shqyrtojë po Ilir Usmali, i cili ka këshilluar presidentin për ta shpallur datën e zgjedhjeve. Dhe sigurisht që vendimi i tij dihet a priori, sepse ka këshilluar presidentin për ta marrë... Në një farë formë është vendimi i tij për të dyja... Në një farë formë është vendimi i tij. Madje zoti Usmali është e çuditshme, duhet ta këshillojë presidentin Begaj, edhe si ti përgjigjet Gazmend Bardhit për ankesën ndaj Ilir Usmalit ligjërisht. Pra, është një pak lëmsh.